Big up gjithë fansave të hip-hopit. Ja pra, një super emision sot, kemi të shtuar Stinën. Super. Stina Indahut, përveç që që është speciale gjithë. Fajnë gjuar të pitjes. Stina, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Respekt. Që ke munguar shumë kësaj studios tonë. Të vërteta, Stina dhe unë starë që takohemi bashkë, flasim për hip-hopin, për hip-hop district dhe flasim gjithmonë për këtë takimin e shumë pritur dhe jam më në funderdi Stina. Që ta dini, domethënë jam djeks, nuk po themi çdo puntate, po mund ta shojmë vetëm në rregull. Për zotin një. Dua hip-hop. Për zotin një. Dhe në fakt çdo fjali, çdo lidhje. Jo, e vlerësoj faktin që bën dhe kritika, që jep edhe këshilla, se ka shumë të tjerë që thonë, "O, pse çështje s'e kam pak." Sigurisht që gënjej. Normale. Stina sot përveç se ka ardhur se do flasim për hip-hopin, ne ja dim shumë për nder që është shkëputur nga provat e tij, pasi së fundmi po e shikojmë dhe të performojnë në kërcim në Dance With Me. Prandaj po riul se jam lodhur, do ta vështirë shumë. Shita shikot. Faktikisht Stina i ka fshirë një fakt atyre që ditë kërcej shumë mirë. Dhe që Stina është ndër të parët që ka filluar të kërcej breakdance. Nuk është faj që ti jesh edhe njëri publik edhe që ditë kërcej. S'është faj ime. Jo, ti do të jesh një multitalent. Është një plus. Dhe besoj aty po ndjen veten shumë mirë me këtë pjesën. Ke një avantazh shumë mirë. Uroj që ta fitosh, gjithsesi, uroj të sjellë fat emisionin e rëndësishme është që secili secili nga kolegët dalin mirë, secili përfaqësoj veten, kjo është e rëndësishme. Sa kush e fiton. Shumë faqësori jeni aty. Ashtu duhet. Akoma s'ka filluar, janë 2 javë të parë, do nxehet si ka pasur. Ne presim çofim sherr faktikisht. Po. Besoj, jemi kolegë mirë, kemi ra një grup shumë i mirë. Megjithatë, do doja të dija performancat e tua do orientohen shumë ke kjo hip-hopi, breakdance apo do kalosh edhe në... Jo. Tani sfida aty është të bësh, domethënë ta kalosh klasën në çdo lloj zhanri, e kupton? Nëse nga prezantuar me hip-hop është sepse unë domethënë kisha diçka avantgarde që isha in domethënë po edhe ka të lëvizësh. Po që normalisht do ta kalosh klasën edhe në vals, në tango, pasodoble, çdo lloj zhanri. Se kjo është sfidë për gjithë, jo vetëm për mua. Dhe me që po flasim për sfida, si hyret i kësaj sfidës hip-hopit? Si hyret i ke hip-hopit? Ma thënë drejtë, unë jam dashuruar shumë herët me kulturën, nuk them vetëm me muzikën, po me kulturën komplet, domethënë vite herët, që 96-ën, u dashuruar me dolën ca video breakdance atëherë dhe në momentin që kemi pa unë edhe i grup çunësh, nuk e di Tani, Tani po ka qenë i ftuar në emisionin po ditë, madje ka prezantuar me stitin kur s'kam qenë unë. Kemi dashuruar me atë lloj kërcimi dhe që atëherë domethënë që nuk ekzistonte as interneti as. Ka qenë shumë të vështirë. Sa kaseta video që mund të na çote i kushëri nga larg e kedën edhe ne u dashurum direkt, mundum fillum direkt tu i mësu, po e parë nga video, ta bësh ushtrimin shumë e vështirë, sepse është ta pasur dikë që ta mësoj. Kur e shef live mëson më shpejt se e live valla, duket e bëme që kurse kur shef nga televizori dyshoshin ne thoshin në tjetër të mund të pash. Po, të bën gjasme. Edhe tani kur e provoshin me gjithë kur takosh në pjesë me gjithë pulla, gjithë shenja kështu tu e ke. Po në fakt ka ndikuar fakti që ti ke qenë jashtë shtetit, po themi në Gjermani me këtë. Normalisht ka ndikuar. Informimin tonë më të mirë mbi hip-hopin. Unë kam marrë informacion atje, normalisht kam marrë kulturën, jam mundu të marrë gjërat më të mira nga Gjermania, sepse është edhe Gjermania se ka, ajo sociale e ka domethënë pjesën e kulturës në ka dhe ata probleme, por gjithsesi unë kam mundu të marrë më të mirë. Dhe duke qenë se Stina sot është ftuar jon special, na ka hequr atë privilegjin e përzgjedhjes së muzikës dhe ne pa diskutim që ja kemi lënë në dorë me besimin më të madh që ka bërë zgjedhjet e duhura dhe kënga e parë është MOP Cold as Ice. Cold as Ice. A nigga jury real metal like can no bleak. I went from rad to riches to a feature with tip. I went from smart car to a Pra rikthehemi direkt mbas Cold as Ice, një super këngë nga MOP, grup gjigant. Po jo, faktikisht bëjmë zingë të dy me zel, po duke përgjuar edhe nga kjo kënga që kemi thonë Fiteni Badumani. Ju informani? Ja. Legu ka rëndësinë e vetë realisht, po mendoj që nëse do diçka, edhe kur dush ta lesh, kur mendosh të dalësh s'ke bëllon. Në fakt ti e le. Nuk e lash. Jo, një sekondë tani. Parë nga publiku duk sigurisht. Në momentin tonë më kulminant, ku të gjithë vdisin për Stinë, shkullin flokët për Stinë, dhe ti e le ika. Do thotë që nuk të plasë fare që ti po bëj lek atë moment dhe ishe i famshëm. Fakti e parë nga publiku duket sikur unë kam lënë dhe sumora më shumë. Fakti unë kam qenë më aktiv se ç'duhet, thjesht kam qenë prapa skenë. Po nuk e qenë prezant. Ndajherë bën shumë mirë që ti jesh edhe publik. Nuk është thonë ti jesh vetëm deputues. Unë më ka shluar shumë kur ju kam parë për shembull nga shtëpia.
kur e kam Tani pa. që e kështu që... Jo, tani më shijon akoma më shumë, normalisht, po është shumë e bukur gjë edhe kur je publik. E shijon shumë. Kur e kam pa dhe Top 5 në live, kur kam pa dhe çdo event tjetër që kam qenë vetë si Po, publik. por ndërkohë E kam shijuar shumë se s'kisha emocione. atë pse ishte arsyeja që ti dole brava sken, backstage. Po, kisha nevojë për privatësi, ndoshta ashtu e ndjeva. Se unë bëj muzikën se e ndjej, jo, nuk ka lidhje. Privatësi në kuptimin që nuk doja ta vrisja menin, doja ta shijoja pak tjetër. S'merresha me punë, mos shohesha Këtë njerëz kohë që ke munguar të pakën skenës, ke marrë, ke shkruajtur për... Po, normalisht, ke kam kompozuar. bërë muzikë. Ka bërë muzikë për tjerët. Kam bërë edhe për vete, po thjesht nuk i kam publikuar, se kam pritur moment të caktuar. Siç është ky tani për shemb. Ka ndonjë surprizë për shembull me diçka të re që mund ta thuash? Kam dëshirë të marrë një album që e kam nisur para shumë vitesh, po rrymat ndrojnë çdo vit, normalisht nuk do të bëj çdo vit këngë të reja. Kështu që kam bërë një përzgjedhje të mirë, kam bërë një përzgjedhje të mirë këngësh që Për sa i përket Shpresoj që do jetë. artistëve të rinj, që besoj dhe me sa kam parë, ke qenë produksioni i shumë artistëve të rinj, në këngëve të tyre. Kjo është një gjë që të vjen domethënë e bën dhe këtë për lek apo se do të ndihmosh më të rinj që të dalin, i ke dhënë atë dorë. kjo është- Shiko se ta bëj Stine një këngë është gjysma punës e bërë, mos e ka bërë Stine do jetë e bukur. shiko, artistët ndryshojnë vetë, si në karakter vokale, si në karakter, normalisht të dyja janë ato, normalisht edhe do punosh, se diku do mbash, të bësh pasionin. Profesion është gjë shumë e vështirë, por njëkohësisht është shumë e bukur. Domethënë ke bërë pasionin, profesion, domethënë mund fitosh nga ose i bie të bëj dy punë, ose bëj punë tjetër. Pas në ato raste që ka ardhur një artist e ke thënë, po, çfarë ti bëj? Jo, nuk merrem fare, domethënë Jo, nuk ndihmoj dot. nuk bën kompromise të Jo, tilla. unë përfaqësoj edhe unë do ta gjej në fillim me gjej artistin. Shoh çka kapaciteti ka, sa mund ta ndihmoj, çka këngë mund t'i bëj, normalisht sa mund t'ia përshtasin këngë kur të nisem. Normalisht tek e funit përfaqësohemi të dy, nëse në fund fare di se çka ka bëu këngë. S'kam vetë, nuk ma bën këngë. Ne do pim një gotë verë të tre dhe themi aty kemi plan të themi shik. Se mbasi bën këto thashë themet, sigurisht që kemi akoma më shumë thashë theme të tjera për të bërë me Stine dhe do jetë këtu deri në fund të emisionit. Do kalojmë te kënga e dytë që po me kështu si interesant. Kemi kombinuar ti si kombinuar me ne sot, nuk e meçi, mos rrit. Është kënga e Big Pun, është super i papam. She gon' bring it on a big ship. This is it, baby. Ja pra, Jemi kthehemi. në chat dyve, si di nuk ka, Stine do ketë të shpejti. Kam, ma parë. Dhe në fakt, po ndërkohë që dëgjoni muzikën, po flisnim që Stine nuk është fare kështu njëri social në rrjetet sociale, ishte ideja, se kështu shumë social, kështu Instagram, Facebook, Snapchat, dhe sapo më tha që për hir të danceve fëmijës detyruar të hapi një Instagram, është detyruar, billafi tash se Duhet, ti e duhet di që do informacion. fillojnë këto fanset e s'kan ku të shkruajnë se në Instagram gjithë. Vendosur të kthehem pra normalisht do jetë. Si kemi në Pjesë e Instagram jetës. që do të bëjmë follow gjithë këto? Stine Records e D. Ne ish më të shkurtë, nuk gjej vetëm kështu just Stine Po, ose ndrojmë Stine në zonë, official. Po atë kam postë si fillim, sa ashtu ishin Okej, në ishin rregull. janë 10 cop pilla. Po e një repeat disa herë që ta fokusonin se si është. Do promovoj Do të bëjmë një kështu shout out neve ty që të ndjekin ato. Nuk është se s'ke nevojë të ke gati fansa që me zi të Jo presin. se kam nisë nga zero, domethënë deri tani për këtë moment tani jam artiste më pak followers sa, jam 400 sot. Ama, si për fillim mirë është, po megjithatë s'ka problem se një 2-3 postime të bëjnë ato shoqënia jote edhe nga dance. Se kam lidh as me faqes, kam dhe faqe zyrtare domethënë në Facebook, po se kam lidh akoma. Nëse këto janë gjëra për antik, këto janë gjëra për të cilat Drake dhe Meek Mill zihen, ne s'kemi lidhje fare me këto gjëra, ne kemi lidhje me hip Se do hop. pajtohen prapë, se është pjesë e industrisë, se kur u pajton ran shitit, normalisht. E pra duhet Po si dihesh. mitzime tani vëllai. Në fakt, një pyetje lidhe me këto, më ta bëjmë më vonë, por tani do doja që ne të flisim pak për atë hip-hopin e vjetër, të cilët me sa vura re keni shumë për zemër këto dy. Jo, po nga ajo që dëgjojmë sot është pjesë e asaj që ka ardhur nga ajo më përpara. Do normalisht lidhen gjonat. Pa shkak që kanë ndryshuar komplet mënyra e të bërit muzikë, mënyra e të shiturit muzikë, mënyra e lojës. Po gjithsesi prap në familja. Preardhja ajo. Ne unë i pëlqej të gjitha, nuk ka lidhje. Unë gjej shumë new school. Me di, po ideja është që artistët e rinj që kanë dalë tani, po them dhe shqiptar të hip-hopit, pretendojnë që orientohen pak nga hip-hopi UE ose më saktë janë thjesht informuar nga ato, nuk është se e kanë jetuar atë periudhën. Jo të dy, për shkak të moshës, disi, jeni gjithmonë të Është shumë e informuar. drejtë, po ideja është që nuk duhet më harru nga, domethënë nuk duhet më harru nga vim. Artistët atje e din gjithë historinë. Se si ka ardhur, si u zhvillua, Është dhe i ri, ndoshta ja di Më për intereson, domethënë intereson si ka rrjedh gjëja, kupton. Është edhe kulturë, obi e di edhe për kulturën, se kam mësuar se kam jetuar në atë kohë. Unë atë kohë shumë dhe informacioni ishte shumë më i pak, s'kishte internet ashtu. Gjithsesi, kur e ke diçka që jep e do,
ke interes, e kërkon, e kërku si dhe ne. Edhe aq më tepër informuar se në atë kohë ajo muziku lumte, normalisht. Mira këto Unë informacione. bëjt balancën këtë vija, gjithsesi unë domethënë gjejmë muzikë jo skullë normalisht. Ato i gjej për nostalgji, kur do të bëjmë nostalgji të them kohë. Po. Do të drejtësh pak beli, tak, Një nga këto informacione që po flisim që duhet kërkuar është informacione që sapo më thuaj për DMX-in, që me këtë video që kemi zgjedhur ne, The Anthem, Rough Riders, është një ndër prezantimet e para, domethënë që u fut në treg, domethënë, fuqishëm. Kjo e solli DMX-in pra, ti ndjekim me Riders Anthem. Ti provoj një herë? Se të mikrofonin kështu. Ka të mbaj unë. Ndërkohë Stina po provonte të bënte ca lëvizje të tilla, po duke qenë se ka mikrofon, nuk e bën atë lëvizje. Duhet në fund ta heqë mikrofonin dhe bëj ca lëvizje të tua. S'ke nevojë ta thyesh. Veç unë gjithmonë kam tentuar të bëj. Vetëm një gjë bëj kështu. Shumë thjesht, ato. Shiko, interesante. Stina, në fakt, duke qenë se ti fillove të bësh edhe këtë lëvizje dhe i paraprive pyetjet tonë, si e nise ti karrierën tënde të hip-hopit ose të artistit? Duke të breakdance, kam nisë nga toka. Duke të kështu u ngrita, pastaj filloi kjo doli kultura e kërcimit hip-hop shumë me duar me gjëra. Si roboti. Pastaj thash, domethënë, gjatë kohës këndoja unë, s'ma merrte më që desha në një koncert. E, kjo është. Këndoja kështu në dush, e kuptoj. Për zë, domethënë. Ku e kuptoj? Këndoja, por nuk e dija që domethënë isha këngëtar, thjesht këndoja si kisha qef, e kuptoj. Në një moment ashtu rrjedhin gjona, tu kërcy, dëgjon muzikë, ashtu lidhen bashkë. Ata bëra një këngë të shef, 2, 3, 5, edhe shokëve. Po. Ata më thanë, këndon bukur, më thanë. Që këndon vetë? Jo, më thanë, këndon bukur, thash, anë më bëjnë qefi se më kanë shokë në vite. Pa dashë futa me një event. Para ca vitesh, e normalisht aty fitohesh me parë, thash. Është rasti, nuk është e vërtetë. Ashtu, Bona këngën e dytë. Për bind njerëzit që nuk ishte rasti dhe atë moment Gringjak. tregova që pas se kisha ca vlera që ndoshta pse mos i shfrytëzoj. Shiko, në fakt, shmanga pa nga në kërcimi. fakt, ty përveç zërit ka ndihmuar të paraqitja pak të Jemi në bosi ujk. Jemi sinqert, po mirë. Okej. Bosi ujk. Gjithsesi, ndoshta shikueset që janë moshe re tani nuk e din këtë gjë, po unë pak që jam çik më e madhe, e di shumë mirë që në atë periudhë që ka dalë Stine, vajzat disnin mbaronin mbas Stines. Ke qenë epoka ku Stine ishte i mirë, kur Ermal Fizullahu ishte shumë i mirë. Dhe shpat kasapi i shkreti, po që Stine ka qenë on top, domethënë. Ideja është kur do të rikthesh diçkaje, aq më tepër që ke pas një background në muzikë, është 10 herë më e vështirë. Por që e bukur nis nëse ja nis çdo nga zero. Është emocion shumë i bukur, kur nis nga zero, domethënë duket sikur është Dhe ti po e nis prapë nga kërcimi tani? Po nis nga kërcimi. Jam duke kërcyer për momentin. Nice. Ndërkohë që Stine kërcen, ndjekim një artist. Yeah, I'm a PRP, But the ace is back. So opinionated, saying how you do it, but they did it, baby. You need a demonstration. This is how you get Ja, rich, pa, unë baby. Pas ta pyetës Stine do të bëj një pyetje tjetër. E frymzuar nga Tajga që këngë Stine ka bërë për Kajlën. frymzojnë atë. Po Se dani nuk i energji. dëgjua, i ke bërë këngë femra Po të në dhan- dhe këtë përgjigje me të lartë. Normalisht, po ideja është po të dam energji pozitive në darkë. Kisha kom të nesme. Ose dana tjetër. Po pra se po mendoja pse duhet patjetër. Sepse vajzat dëgjojnë këngët e tua dhe meshkujt gjithashtu këngët e Stines që janë dedikuar një dashurie të humbur ose fituar, edhe i dëgjojnë si të vete, po ta dinë janë histori të vërteta apo thjesht Shiko, gjithmonë nëse në një këngë, në një rol, nuk ka diçka origjinale, nuk funksionon. e pa Nuk e zëri falso. janë sa që thonë që po jo, Bot nuk është fake, ose? personale. E Jo, kam dëgjuar një shoqë stime i ka Mund të jetë mundu ndodhur. ta ketë për tush, se normalisht edhe unë jo çdo këngë e kam bë sepse u takova kështu dhe shkruajta u takova. Mund të jetë edhe frymëzimi. Të frymëzimi ta origjinal. marrësh Fjalët do zhvillohen se për sa të shik asaj që duam dëgjojnë njerëz, do bëj muzikë për vete, do bëj muzikë që ta dëgjojnë njerëz, tash njerëz. Okej, ti mendoj që vajzat që kanë marrë një këngë Stine janë shumë patume, mbani gotat i keni kujtim dhe si ti mund kalosh këtë pyetje jote. Unë kisha e pyetje për shembull çfarë mendon ti në kulturën e hip-hopit sot? Çfarë shef ti si të keqe ose si të mirë dhe çfarë mendon ti se duhet shtuar ose hequr Në kulturë apo në muzikë? kulturës të hip-hopit? E muzikës. Ose edhe muzikës të rapit si thosh. Kulturë do doja që të artistëve të gjitha zhanreve të jepet si një mundësi, një hapësirë. Për shembull, Gjermani kishte një shtëpi pioneri, siç e quhen, shikoj aty është një house e jumë.
Dhe kishte gjitha elementet, Qendrore. kishte studio minë që zu, Që kemi hapur dhe ne shoqatën kishte këtu. palestër, kishte gjitha free, aty mbledhesh në rinia, nuk rinin në rrugë, mësonin Këtë diçka. funksion po Okej, ti mundohet po të thua shoqata. çfarë duhet bëjnë tjerët për këta artistë. Sa duhet bëjnë këta artistë për muzikën e tyre, duhet dija. Çfarë ndryshime duhet bëjnë këta? Të heqin tallavan për shkak? Jo. Artistët që bëjnë vërtet hip-hop në field, shqiptarët s'kan lidhje me tallavan. Domethënë bëjnë muzikë mirë realisht. Domethënë jemi në Shqipëri dhe po bëjmë muzikë që njerëzit e dëgjojnë, e shijojnë, e kërcejnë nëpër klabe. E mira s'ka fund. Kjo do të vi me kohën. Ne jemi 25 vjet, jemi shumë të ri. Okej, po Stine për shembull në albumin e ri që do vi. Do Unë kam më ketë shumë ndonjë hip-hop. risi ndryshe? Po, unë jam më shumë hip-hop, jam ke hip-hop R&B më shumë. Tarim- Nuk jam më Sepse soft. kemi parë Stinen që ka qenë më romantik, më R&B, më low. Ka qelluar ashtu, sepse erdhi e bota femrave, normalisht edhe njeriu kur e ka femrën afër edhe zbutet i çik. Po gjithsesi tet prapë e bota e egës. Shiko, si ne- Energjitë e kundërta bëjnë Ne dim që ti je vot për Dibre dhe ke pak tekstin e veriut, por S'ka tek dëfar. albumi jot, më thënë, nuk do kesh tekst kosovar, nuk do kesh fjalë Jo, kosovaresh. nuk po Jo se takon. ka ndonjë gjë, po Po thjesht takon, unë dua është bërë shumë trend këto kohë, unë bëj pyetje. gjë shumë hip-hopin kosovar, kam shumë miq mirë, i respektoj shumë artistë, por secili do të bëhet atë vetëm që të bëhet edhe dallimi, bëhet edhe diferencë. Artistët kosovar nuk kënaqen si Tiranë. Kështu që vetë secili do të bëhet vetëm atë. Majet vetëm se po dole origjinal, po dole vetë. Ndoshta nëse në trend për momentin është X gjë. Nëse mund të jetë në trend kjo gjë tjetër. Kështu domethënë s'do të më bëj një nga komercializmi. Domethënë ti lën shumë të bën vetëm. Ne do bëjmë tonë. Siç e ka bë Busta Rhymes që në kohën e vet. Jep, imagjino Bastarën duke këndu kosovar që është interesante. Ta ndjekë me këngë Put Your Hands Where My Eyes Can See, super këngë. All day I'm doing man. And losing the skin by the touch of and just choosing to sin, even if it means I'm selling my soul just to be the Ja pra, Hip Hop District in full effect. Full effect. Kemi- Me Eminemin, por në studio kemi Stine. Stine. Stine, dëgjon Eminemin dhe të qenë? Kam dëgjuar shumë albime të parë, normalisht. Tani, Edhe tani gjë, por jam shkut sepse është në kohën, gjë, nuk normalisht. e di mua duket shumë ataj, më nerva. Më falni që ata që di që të më ekzekutoni, por Shiko, secili ka mendimin e vet, dhe muzika është me shije, normalisht. kush janë shihet e tua Niko? Artistët. Muzika e ose bukur, ata që ti- muzika e ndjem, nuk se ndan në rryma muzikën. Nuk i ndan. Jo, nuk. Tani çfarë quhen bukur? Domethënë Bukur bukur këto shumë artistë që ke shumë sjellur bukur. sot për shembull kanë Ti ka qenë shumë pa rast pa. të pjesën. Çdo që e bukur është e bukur. Domethënë, për shembull, nga të gjithë artistët, cili ka pasur kulmin e vet, për shembull. S'mund të them që se ke një artist për që një X këngë, ke një artist për që një X këngë tjetër. Gjithë ta kanë pasur rënjët e veta, ngritet e veta. S'do t'i ndajnë, domethënë. Çka ka qenë e bukur dihet, domethënë, njerëzit Pak Ka dhënë efektin. më parë përmendëm atë pjesën e atyre konflikteve nëpër Twitter, nëpër gjëra, ato bife, diset. po. Ti Stine ke qenë shumë i tërhequr nga këto. Kjo ndodh sepse ti nuk je tip konfliktesh apo Jo, sepse nuk ka ti nuk e bëj fare shikon kjo. si mënyrë? Nuk ka qenë loja ime. Mendon që është lojë definitivisht. Po tani është edhe loja, ka pas dhe gjëra origjinale, ti normalisht dihet, po ideja është prapë ngelet një lojë, se ke punët jemi artistë. Ne do të japim shembull të mirë njerëzve. Ajo ka efekt normalisht, e jep efektin e vet se Reflekton një farë. njerëzit atë duan, domethënë njerëzit duan të bëjnë seriozë normalisht. Po dhe kaloj. dhe një Kam dashur person të jem që pjesë e bëri kësaj loje, domethënë nëse mund të kem pas një konflikt me dikon, domethënë kam dashur ta mbyll brenda privatësisë, s'kam dashur ta shes për publik. Ashtu siç mund të kem pas shumë histori dashurish, s'kam dashur të tregoj. Okej, po flisim për tjetër gjë, mos e ço. Nëse ta ktheva muhabetin që ta Po flit, po kuptoj që- mesazhin. Po, dhe që ta ndrojmë muhabetin, flasim për një artist tjetër i cili dhe ky bëri një gjurllëti, po për vetë doli Lare, i Sare, për bukurizzohet, siç është Pavdeli. Vallai, Këtë pa bukur. dedi kës ka fut në shef, Po për vetë është, okej. ka dali pa prekur. And money. Big homie nga Puff Daddy. When I close my Got the club going crazy. Ja pra, All these bitches by unë doja të të pyesja me që ti ke jetuar shumë kohë në Gjermani, edhe doja të të pyesja në Gjermani si ecën hip-hopi dhe çfarë artistash kanë bërë Po bujë. më saktë ishte hip-hopi i kujt vendit të pëlqen më shumë, përveç Amerikës. Bas Amerikës, Franca është në 10. Po mu pëlqen edhe hip-hopi gjerman sepse E e kuptoj kupton. shumë, e shijoj shumë. Plus e kam ndjek, se kam jetuar atje. Dhe për momentin domethënë me sa kam marrë informacione, ka ndalë shumë artistri, po ky Shindi është një artist Shindi që ka release Bushido. Është shumë mirë. Domethënë edhe Ti e në ke tekste, përzgjedhur, edhe në sa? lirikale, edhe në beat, edhe në flow, domethënë ka të gjitha. Ky është një artist i ri, përveç se Jeri ka 5 vjet që ka dalë, po tani ka marrë atë boomin e
Ka i vit që ka dalë kështu bujshëm fare. Është albumi i dytë që kanë. Edhe Bushido duhet thënë është super artist. Bushido e majti goxha, gjatë, e majti gati 10 vjeta, më shumë se 10 vjet edhe e mbajti. Tani po release artist. Dhe ne sjellim sot një pop district me këngën JFK, Safe. Shindi. Out the window screaming money in the thing. Call Tash it imash- automatic bang, bang, Shumë fuqi. bang. Call it automatic. Po, Edhe ne faktikisht kemi hyrë në studio dhe po flisnim me Stinën se Stina ka marrë aq kështu lejlo, Jam aq shumë rahat, rehat, domethënë. është reatu, imagjino tani Stinë që njërin muaj thotë do vi prapë unë. Se ne do të marrim sa e duash ti. Po më është kënaqësi, si Dhe po i thonin Stinës se çfarë do i thosh të rinjve domethënë, çfarë mesazhi ka Stina për ju dhe Stina kishte një mesazh shumë interesant ndryshe nga gjithë të tjerët. se Uja. ta them. Thuaj po me mas, me dozë. Censura dhe me do- censuroje. Po censuroja. Ta jeton çdo ditë si ditën e funit. Jo, nuk. Mos censuruar se ai s'kishte. Ja, nuk ishte kështu, se kjo ka shumë Po gjëra. boni sa më shumë, pi sa më shumë, Qef, sa më shumë, qef. ndini vetë. Ishte super okay dhe faktikisht ky është mesazhi më i sinqert që mund t'i jepet, se dhe po ti thuash mos pik këtë, mos bëj këtë, mos bëj atë, ata prapë them se reagojnë. njëri e jeton jetën në mënyrën e vet. Megjithatë duhet të japësh edhe një mesazh nga ana artistike. Ata që cilët kanë dëshirë, kanë pasion i popin. Ata që kanë pasion i popin, ata që ju ndjekin rregullisht, e duan atë. Domethënë jetojnë me hip hop, ata edhe kur hipin makinë gjojnë hip hop, edhe kur flasin, edhe kur vishin, domethënë jetojnë me atë pjesë, domethënë mesazhin e kanë. E keni dhuratë këtë emisioni. Edhe mua. Mos harro. Është ishte një mesazh më të bukur. Dhe kënga që do prezantojmë është kënga jote. Do donim një dy fjalë Ta kemi edhe unë i kom. Po, Ta kemi edhe unë i kom. po, jo, Ke playlist e patjetër, bukur që patjetër. zgjodhëm. E super Takon? meriton. Jo, po unë doja ja dy gjëra për videon, për këngën. Video këngët janë bërë rutinë tash e di dhe do të shkojnë kështu bën këngën, do shkojnë për videon. Është realizuar nga Max Production. Me shumë dashuri, normalisht edhe pse u lodhëm pak, sepse kur punon me shumë njerëz, mund të kesh njerëz në background është shumë e vështirë sa kur je vetëm, kupton? Se do të organizosh çdo gjë në kohën e duhur, çast në duhur. Gjithsesi çdo gjë shkojë mirë. Vetë për çfarë flet. Vetëm do Kënga dëgjoj, është, po ti si të erdhi frymëzimi që e Kënga bëre. është kështu, kur janë momente kështu what the fuck, dal me pija, nuk e vrasim mend. Është ajo jeta e funit, si e thënë. Jeta e sjellën e funit. Si mesazh. What the fuck, për Dhe ka kalit në vetë 1000. Megjithatë, Stina, ne ja kalon vërtet shumë mirë sot. kënaqësi është. Ishte nga vërtet doma ashtu kaq siç e shumë. kishim- Unë ndjeva siç si e me kishim qenë paramenduar. ke holdim që shoh televizor, nuk patën e ndryshim. Bile Po, të duk emocioni sikur erdhe nga divani jot. Po, si ato videoklipet që futesh Po, në nuk televizor. mendoj që më të bukur live jo. Nice. Dhe unë që vdes për komplimentet e Stinës në bëri asnjë. Kupton ti tani? Si komplimentet I ka ti ke- këndu ti këngë me gjithë çdo Shqipërisë ditë- edhe Ti më çdo ditë komplimente. Ka ngel, por gjithsesi po ta thashëm do bëm si të gjithë. Sa Jo, jo, do të jo, kamera jo. do ta them Jo, komplimente. mos e thuaj. Ky ishte Hip Hop District për sot, ishte shumë special, ja kalon shumë mirë, uroj që dhe ju nga shtëpia e keni kaluar shumë mirë me neve. Do vijmë sërish enti që vjen me sa më shumë muzikë pop të papame, ja premtojmë me Stinën që dhe papame, se Stina do vazhdoj do na Do ndjeki. ndjekë do të çoj mesazh. Dhe mbyllim sot me një këngë super. What the The fuck? fuck? Ja, Peace. I'm out the window screaming money in the thing.